Autoritetet në Maldive kanë konfirmuar gjetjen e trupave të 5 zhytësve italian që humbën jetën gjatë një ekspedite në New York javën e kaluar, teksa po hetojnë shkaqet e aksidentit fatal në një shpellë të thellë në New York. 5 zhytësit italian hynë në shpellë gjatë një misioni kërkimor shkencor në ujërat e Oqeanit Indian. Trupi i instruktorit të grupit u gjet të premte në një thellësi prej rreth 60 metrash në ujë. Sipas hetimeve paraprake, autoritetet po shqyrtojnë disa faktorë të mundshëm që mund të kenë çuar në tragjedi, përfshirë dyshimet se grupi mund të ketë zbritur shumë më thellë se sa ishte planifikuar. Ekspedita drejtohej nga Monica Montefalcone, profesore në Universitetin e Gjenovës dhe specialiste e ekologjisë detare, e njohur për kërkimet e saj në ujërat e Maldiveve. Mes viktimave është edhe vajza e saj, ndërsa 4 nga të tjerët ishin pjesë e ekipit kërkimor universitar. Tragjedia u rëndua edhe më shumë pasi një shpëtues maldivian humbi jetën gjatë përpjekjeve për rikuperimin e trupave nga shpella në New York. Universiteti i Gjenovës deklaroi se ekipi ndodhi në Maldive për të monitoruar mjedisin detar dhe ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi biodiversitetin tropikal. Ngjarja konsiderohet aksidenti më vdekjeprurës i zhytjes i regjistruar ndonjëherë në historinë e Maldiveve.